Me emrin e Allahut gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. I madhi Zot, në ajetin 42 të surës Ibrahim, Allahu xhalla shanehu thot: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Në këtë ajet kuranor, i madhi Zot thot që dhe ti në asnjë formë mos e llogarit, mos e konsidero të madhin Zot si indiferent ndaj asaj që bëjnë zullumqarët. Me të vërtet, Allahu xhalla shanehu i vonon ata për atë ditë në të cilën do të shmangen shiqimet. Në këtë ajet kuranor, i madhi Zot po na tërhiq vëmendjen për një detaj shumë të rëndësishëm. Ai ka të bëjë me faktin që ne si njerëz, ne si besimtar, në asnjë formë nuk guxojmë me llogarit që i madhi Zot është indiferent ndaj asaj që ka ndodhur për rreth nesh. Shpesh herë, shumë prej nesh i preokupon fakti që përse i madhi Zot po e lejon me ndodh këtë veprim, përse i madhi Zot po e lejon me ndodh kjo, ose pse i madhi Zot po e toleron filan individin, ose filan shtetin, ose filan organizatën me vepru dhe me bë çrregullime në tokë, edhe kjo është një çështje e cila na preokupon neve në formë të vazhdueshme. Andaj, si përgjigje për këtë preokupim të cilin mundemi me pas gjithsecili prej nesh, është ky ajet kuranor të cilin Allahu xhalla shanehu fillimisht tregon që, ose na ban thirrje neve që ne nuk duhet me llogarit që i madhi Zot është indiferent ose i pavëmendshëm ndaj asaj që bojnë zullumqarët ose njerëzit e padrejt. Mirë po është shumë interesante që i madhi Zot në pjesën tjetër të ajetit e tregon një detaj tjetër shumë të rëndësishëm. Tregon që Allahu xhalla shanehu i vonon ata për një kohë të caktuar, për një afat të caktuar. Edhe në fund tregon që i madhi Zot i vonon ose u jep afat atyre deri në momentin në të cilin shtangen shiqimet. Gjithë e dim ne që kjo është një përshkrim figurativ që i ban ajeti kuranor, në cilin kur njeriu befasohet me rezultatin, atëherë shtanget shikimi i njeriut. Edhe i madhi Zot po e përshkruan që këtë moment kur, ose momentin në cilën ata të cilët kanë bë padrejtësi, edhe do të ballafaqohen me ata të cilën e kanë punu, atëherë do të shtangen shiqimet e gjithë secilit prej tyre. Kjo qasja ose mendimi që a është i madhi Zot indiferent ndaj atyre që po ndodhin për rreth neve, është njëna prej mënyrave ose është njëna prej dyrëve përmes cilave shejtani tenton me depërtu tek ne, ose shejtani tenton me depërtu edhe me e prish besimin edhe bindjen e gjithë secilit prej nesh. Shpesh herë, ose është shumë normale që ne për një moment caktuar mu befasu ose thjesht na nuk duhet mu pajtu me ato që ndodh rreth neve, posaçërisht kur ndodh në diçka e keqe, mirë po ne duhet me ditë dhe duhet me qenë të bindur që kur gjë nuk mundet me ndodh në këtë botë pa lejen edhe pa vullnetin e të madhit të Zot. Edhe sigurisht që pas çdo veprimi i cili mundet me ndodh ose i cili ndodh, sigurisht që fshihet një dobi ose fshihet një hajër. Gjithashtu, në këtë ajet kuranor, i madhi Zot tregon që i madhi Zot, ashtu si që përdor edhe populli ju një shprehje ku thotë që Zoti vonon, mirë po nuk harron. Në farforme mundet mu vonu kthimi i përgjigjes për të madhit Zot, mirë po nuk guxon ai mu harru. Mundet mu vonu, por mirë po nuk mundet në asnjë formë mu harru përgjigja të madhit Zot. Andaj ne duhet me qenë të vetëdijshëm edhe duhet me qenë të bindur që gjithë secili prej nesh jemi projekt i të madhit Zot, gjithçka e cila ndodh rreth neve
është në kuadër të projektit të madhit Zot, edhe ashtu siç thot në një ajet në i madhi Zot në surën Zelzele, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Edhe ai cili punon edhe sa grimca mirë, ato ka me gjetë tek i madhi Zot. Mirë po të njëjtën kohë, edhe ai cili punon edhe sa grimca keq, ato ka me gjetë tek i madhi Zot. Gjithashtu ne duhet me ditë që i madhi Zot në një ajet kuranor gjithashtu thotë që wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamha Allah. Nuk ndodh që asnjë gjethe me ranë në tokë, përveç se ata e din edhe është informuar për të i madhi Zot, andaj ne duhet me pas bindje të thellë që kur gjë nuk mundet me ndodh pa lejen edhe pa vullnetin e të madhit Zot, mirë po gjithashtu duhet me ditë që mbrapa çdo veprimi i madhi Zot e fshef një hajër, cilin ne nuk e dimi ata të fsheheten, mirë po i madhi Zot don me realizu një diçka tjetër më të madhe. Gjithë secili prej nesh, ose ata që kanë në moshë më të shtyme, e kujtojna luftën e fundit që e kena përjetuar në Kosovë. Sigurisht që ka pas gjana të merruse që kanë ndodhur, sigurisht që ka pas vrasje, ka pas masakrime, ka pas shpërngulje të njerëzve, mirë pa ajo e cila ka ardhur pas luftës, përkundër gjitha këtyre sakrificave, sigurisht që ka qenë një diçka shumë ma e mirë. Sot ne si popull jetojmë shumë ma mirë, andaj e njëjta e shpresë duhet me na mbajt edhe momentet kur na shohim probleme, luftra, konflikte, sigurisht që ato e kanë koston e vet, mirë po mbrapa tyre fshifet ndonjë hajër, në cilin Zoti e din ose sjell ditë edhe më të mira për të. Andaj nuk duhet me leju, për shkak se shpesh herë në diskursin ose në zhargonin ton biseda mundohet dikush na thot neve që shiko në vendet muslimane po ka luftra, po ka konflikte, po ka gjakderdhje, shikon vendet ju muslimane, atje ka qetësi, ka rahati, ka komoditet, po ky është realiteti për momentin, mirë po na do të me kanë të bindun që ashtu që si që fillu me ajetin kuranor, që ne nuk do të me llogarit që i madhi Zot është indiferent, ndaj asaj që bëjnë pa zullumqarët, mirë po i madhi Zot i vonon për atë ditë në cilën do të shtangen shiqimet e njerëzve, e lusim të madhin Zot që të na baj për atyre të cilët jemi të bindur që gjithçka që ka ndodh me lejen dhe me caktimin e të madhit Zot. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.